Përshëndetje dashur miq, mirë se erdhët tek Ti jetosh besimin. Lutem që të keni një super ditë të bekuar sot. Sot do flas për themelet që mbajnë jetën. Kjo është shëmbulltyra e Krishtit. Ai që i dëgjon këto fjalë të mia dhe i zbaton, i ngjan një njeriu të mençur që ndërtoi shtëpinë e vet mbi shkëmb. Këtu Krishti flet për dy njerëz të cilët ndërtojnë dy shtëpi. Nga jashtë të dy shtëpit duken të ngjashme, të dy kanë bërë përpjekje, kanë shpenzuar kohë, energji, shumë ëndra. Tani dallimi nuk është tek pamja, por tek themeli. Njëri ndërton mbi shkëmb, tjetri mbi rër. Kur vjen stuhia, jo talenti i ndërtuesit, por themeli i ndërtimit tregon gjithçka. Kjo shëmbulltyrë na mëson se jeta nuk testohet në ditët më të mira, më të qeta, por mes krizave dhe stuhive. Nuk provohet jeta nga fjalët që themi, por nga ajo që ne kemi ndërtuar në jetën tonë. Një figurë historike që e mishëron këtë të vërtetë është njeriu me emrin Dietrich Bonhoeffer. Ai ndërtoi jetën e tij mbi bindjen që Krishti nuk ishte thjesht një ide, por Zoti që duhet ndjekur edhe kur të kushton. Kur nazizmi kërkoi kompromis, Bonhoefferi refuzoi. Kur kisha kërkoi heshtje, ai foli. Kur jeta e tij u vun në rrezik, ky njeri nuk u tërhoq. Ai shkroi: "Besimi i lirë nga bindja është besim pa themel." Bonhoefferi nuk ndërtoi mbi rërën e rehatis, por mbi shkëmbin e së vërtetës. Si thoshte edhe filozofi Epikteti: "Mos kërko që gjërat të ndodhin sipas dëshirës sate, por ndërto veten të fortë për t'i përballuar." Mloni të ndaj disa të vërteta që dua të mbesin. E para, dëgjimi pas zbatimit i fjalës së Zotit është ndërtim mbi rër. Të dy ndërtuesit e dëgjuan fjalën, vetëm njëri e jetoi atë. E dyta, stuhit janë të pashmangshme për të gjithë. Besimtari nuk përjashtohet nga vuajtja, por ai ka themelin që e mban. E vërteta e tretë, Krishti është shkëmbi, jo moraliteti ynë. Nuk jemi të shpëtuar nga aftësia jonë për të qenë të fortë, por nga fakti që jemi të rrënjosur në të, në Krishtin. Shkëmbi është Krishti. Çdo ndërtim jashtë tij është rër. Shoqëria moderne ndërton mbi sukses, siguri ekonomike, imazh publik, kontroll, pushtet, por këto janë rër, ndryshojnë, lëkunden, janë përkohshme, zhduken. Nietzsche shkruante: "Ajo që ndërtohet mbi iluzion bie në momentin që iluzioni shembet." Jezusi nuk na fton të ndërtojmë më bukur, por të ndërtojmë më thellë. Mbase sot Zoti na pyet: mbi çfarë po ndërton jetën tënde? A është themeli yt Krishti apo rehatia? Po kur stuhia të vi, çfarë do të mbetet në këmbë? Themel sot do të duket bindja kur është e vështirë, besnikëria kur askush nuk të sheh, lutja kur shpresa duket e largët, drejtësia kur kompromisi është më i lehtë. Nuk ndërtohet shtëpia në stuhi, ndërtohet për stuhin. Ndaj miq, me këto të vërteta, le të lutemi së bashku. Zoti Jezus, mos më lër të ndërtoj mbi rërën e rehatis, mbi iluzionin e gjërave të përkohshme të jetës, por më ndihmo të jetoj dhe të ndërtoj jetën time mbi fjalën tënde, që kur stuhia të vi, jeta ime të mos shëmbet, por të jetë e qëndrueshme dhe të mund të jetë një stre edhe për njerëzit që ti ke sjellë në rrugën time. Bekoj burra dhe gratë, të cilët janë duke më ndjekur sot në këtë meditim, o Zot, dhe bëj të qëndrueshëm përballë sfidave të jetës. Ndihmoj që ndërtojnë themelin e jetës së tyre mbi shkëmb. Në emrin e Jezusit unë lutem. Amen. Miq të dashur, ky ishte meditimi i shkurtër i kësaj dite. Lutem që të ketë qenë bekim për ju. E nëse po, ndajni me miqtë tuaj në rrjetet sociale. Zoti ju bekoft pafund. Shpresoj që takohemi sërish nesër mëngjes. Miru takofshim.